Ministri, ju lutem. Ju nuk e zbatoni rregulloren, se s'leni koleg pa përmend edhe në interpelancë. Ju lutem. Dhe prap, dhe sa të pushoj ai, unë nuk flas. Po pyetjen që e kam për protestuesit është, djem dhe vajza protestues, agron shehaj, me çfarë mandati vjen në kuvendin e Shqipërisë, t'ju përfaqësoj ju. Keni firmosur ju protestues një mandat përfaqësimi që ky hajdut të dhënash personale t'vit ju përfaqësoj ju? Ky që ju ka vjedhur firmat, ju ka vjedhur numrin e telefonit, se gjoja, ky do të vinte dhe do të fliste, do të mblidhte 100.000 firma për të mbrojtur reformën në drejtësi. Ky hajduti, këto të dhënat tuaja, numrat e telefonit, të dhënat tuaja personale, i përdor për qëllime partije. Tani prap, motra dhe vëllezër protestues, i keni dhënë ju një mandat për fajsimi këtij hajdutit dhënash personale që të vi në Parlamentin e Shqipërisë flasin emrin tuaj? Dua një përgjigje, kush e përfaqëson? Po, jam shumë i sigurt se ti kur e ke provuar, ti nuk e mbledh 30 veta. Thirrë ti një protestë dhe po i mblodhe ti vetë 30 veta. Vjen këtu ti na flet në emër protestuesve. Tani, se ta marrin vesh kush është pronari i protestës. Del ti thua unë jam pronari i protestës. Del ti Klapa, thot jam unë pronari i protestës. Del Arlind, ti je një hajdut, ti je një gjobaxhi i që i vihesh bizneseve nga mbrapa dhe i thua bizneseve nuk ta përmend emrin, po mbjer kaq lek. I thua televizioneve, i thua ti gjobaxhi, gjoti gjobaxhi. I thua televizioneve, pse nuk më nxirrni mua në televizor? Ti je gjobaxhi. Kaq kam me ty unë. Pika e 6 të rendit ditës, interpelancë me ministrin